Do të ndalemi të dëshmia se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është i dërguar i Allahut. A është vallë kjo vetëm një dëshmi që shqiptohet me gjuhë, apo ka kërkesa dhe detyrime që duhet të plotësohen? Po o robërt Allahut, kjo dëshmi kërkon disa gjëra. Prej tyre, e para, të besosh atë pejgamberin sallallahu aleyhi wasallam në çdo gjë që ka lajmëruar, në mënyrë që njeriu të mos ketë asnjë dyshim në atë që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e ka treguar. E dyta, ti bindesh urdhrit të dërguarit sallallahu aleyhi wasallam dhe të mos kemi asnjë hezitim në të. E treta, të shmang atë që ai e ka ndaluar, që pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam e ka ndaluar, pa asnjë hezitim, dhe të mos thot kjo nuk është në Koran, sepse atëherë do të shkatrohet, pasi ne themi çdo gjë që ka ardhur në sunnet, Korani ka urdhëruar pasimin e tij. E katërta, të mos jap përparësi fjalës së asnjë njeriu ndaj fjalës së pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, dhe mbi këtë bazë nuk lejohet të japish përparësi fjalës së filanit, një prej imamëve të muslimanëve, ndaj fjalës së të dërguarit sallallahu aleyhi wasallam, sepse si ti, ashtu edhe imami, jeni të obliguar të ndiqni të dërguarin sallallahu aleyhi wasallam. E pesta, të mos shpik në fenë Allahut atë që nuk e ka sjellë i dërguari sallallahu aleyhi wasallam, qoftë në besim, në fjalë apo në vepër, dhe mbi këtë bazë të gjithë bidatçit nuk e kanë realizuar dëshminë se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është i dërguari i Allahut, sepse ata kanë shtuar në legjislacionin e tij atë që nuk është prej tij dhe nuk janë sjell me edukat ndaj të dërguarit sallallahu aleyhi wasallam. E gjashta, të mos shpik në të drejtën e tij sallallahu aleyhi wasallam atë që nuk është prej saj, dhe mbi këtë bazë ata që shpikën festimin e Mevludit, ditëlindjes së pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, janë të mangët në realizimin e dëshmisë se Muhammedi është i dërguari i Allahut, sepse realizimi i saj kërkon që të mos shtosh në shariatin e tij atë që nuk është prej tij. E shtata, të besosh se pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam nuk posedon asgjë nga rububijes, do me thonë, nuk i drejtohen lutjet atit, as kërkesat, e as nuk kërkohen ndihmë nga pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. E teta, respektimi i fjalëve të tij sallallahu aleyhi wasallam, që hadithet e tij sallallahu aleyhi wasallam të mos vendosen në vende të papërshtatshme, sepse kjo është një lloj përçmim. Tani secili prej nesh duhet t'i marrë këto 8 pika të lartë përmendura dhe me syrin e vetë kritikës ta peshoj vetën, a jam unë nga ata që i plotësojnë këto kërkesa dhe detyrime.